Nëse ndjekim edhe deklaratën e tij të dhënë sot në protestë për këtë çështje. Tanake të kryeqytetit, të cilat me ligj të buxhetit i dedikohen kryeqytetit, pra janë të hyrat tona, të hyrat vetanake, të taksapaguesve, të qytetarëve të kryeqytetit, të cilat në mënyrë jo ligjore mbahen peng këtu në qeveri, në Ministrinë e Financave, duke arsyetuar me arsyetime të kota, arsyetime jo ligjore. Si rezultat ne edhe kemi bo kallëzim penal ndaj ministrit e Kuran Murati edhe ndaj 3 zyrtarëve të Ministrisë së Financave për mosveprim, pra nuk e kanë kry punën e tyre profesionale, edhe si rezultat po them i muajve të tërë kur unë kam bo kërkesa të njëpasnjëshme që ky problem të zgjidhet edhe është injoru total, ku edhe tash vinë me disa fonde të mangta, pra 1/10 asaj që ka faktikisht kryeqyteti i ka këtu të bllokume në Ministrinë e Financave, vazhdon blokada e fondeve tona me të cilat normal që ne i paguajmë operatorët tonë të cilët të kryejnë punën për qytetarët e kryeqytetit. Po e përsëris edhe një herë, kjo është sikur paret e juaja, qytetarët e nderuar, që i keni në bank, një zyrtar aty me vendos mos me avdhon, se ju ka tek për mos me avdhon. Është aq e thjesht. Pra çdo gjë tjetër është vetëm tentim për me ju hudh hi syve, se po e shoqi po e përmendin buxheti e tjera gjona të cilat janë faktikisht po i lidhin me nivelin qendror. Kjo s'ka asgjë të bëj me nivelin qendror, që ka ne po kërkojmë, janë të hyrat vetanake të kryeqytetit që mbas të ligjit të buxhetit të Republikës të Kosovës i takojnë kryeqytetit. Edhe me këto fonde nuk kemi probleme pastaj. Nëse ato transferohen te ne i bëjmë të gjitha pagesat edhe nuk do të kemi problem. Deri atëherë do të kemi problem. Ju falenderoj, po them edhe një herë, të gjithë punëtorëve këtu, trafikut urban edhe të sektorit privat, që të gjithë ta muaj për hir të qytetarëve tonë, edhe bëjt si Republike tash, ta kemi një takim emergjent me kryeministrin, me ministrin e Financave, edhe ta zgjedhim këtë problem me njëherë, sepse mundemi me zgjedh këtë problem me njëherë, mos me lojnë këta njerëz në për rrugë, edhe mos me lojnë qytetarët e kryeqytetit pa shërbim. Faleminderit.